Duke marrë shkac nga diskutimi për reformën territoriale, zyrtarë të Mirditës, por dhe intelektual, propozojnë bashkimin me Fusharzin, Ulzën, Lurën dhe Vahun e Dejës. Si argument japin zhvillimet historike, duke theksuar se ndarja u bë në vitin 1949 për regjimit komunist, e që kishte synim hakmarrje ndaj qendresës. Në vitin 1949, Mirdita u nda gati për gjysmë, e cila një pjesë e territorëve të Mirditës i kaluan disa rretheve, siç janë Puka, Lezha, Mati, Kuksi, Dibra. Financat vendore, decentralizimi, janë çështje të cilat janë domosdoshmërisht që duhet të trajtohen nga ky komision. Intelektualët e Mirditës shprehen se bashkimi rrit mundësi për investime e për këtë kërkojnë që pushteti qendror të kthejë syt nga zona. Nga 6 vjetë e 1320 banorë që kishte Mirdita në vitin 1990, sot, sipas regjistrimeve të fundit, ka 13.600. Komunitetet tona lokale dhe rurale u zbrazën dhe sot jemi në situatë që shërbimi ndaj qytetarit 3, element dhe fylla kryesore. Dom Gjergj Meta kishte gjithashtu një kërkesë për këtë çështje. I bi bashkën Mirditës çdo ditë, çdo javë. Për apelimin e bashkimit në një bashki u organizuan takime me banorët dhe grupet e interesit. Pas kësaj, propozimi do t'i dorëzohet zyrtarisht Komisionit të Reformës Territoriale.